Mister? Jam duke testuar një mikrofon dhe tani do ikin nga dhoma tjetër dhe dua të di nëse dëgjohem te kamera. Hello! Ky është një vlog ndryshe nga të tjerët sepse jam zgjuar me shumë nerva dhe tani po provoj këtë mikrofonin nëse punon. Më dëgjoni ju mua? Ha pra, më thoni, më dëgjoni apo jo, po është kot se kam lidhur, se unë nuk marr vesh. Një fakt për mua është që unë nuk marr vesh nga teknologjia. E po, tani po vërej që që nga më dëgjuar dhe mirë se vini në kanalin tim, unë jam Rea. Edhe këtu kam përgatitur, shpesh e përgatis, ujë të ngrohtë me mjaltë, sepse më ndihmon shumë për tretjen. Ja. Hajet. Po, e lidha. Hajde, put. Okej, put. E bëra të madhe, sepse nuk po e lidhja dot. Por, përshëndetje, mirë se vini në episodin e 4, si po ikin ditët ka shpejt, por jam e lumtur që po i kalojmë së bashku. Edhe, sot jam zgjuar shumë herët edhe pse e kemi nisur vlogun në orën 12. Jam zgjuar herët sepse lava enët, bëra disa punë, bëra me shumë nerva sepse kam një orë që kërkoj këto kartën e kamerës time. Këto janë kartat e tjera që kamera ime nuk e njeh. Janë për kamera më të thjeshta se kjo imja do kartë profesionale e kaluar profesionales, sepse është kamera shumë e mirë. Është ndër më të mirat, është kjo FX30 Sony. Por, të bën me nerva se e mbaj mend që e mora kartën nga ajo pajisja që e lidh me iPadin, por problemi është që nuk e di ku e lash, edhe nuk e kuptoj pse jam kështu, pse harroj. Kam nisur të harroj dhe unë kur nuk kam harruar. Edhe më vjen shumë inat se po i ngjaj Alvios në këtë gjë edhe gjithmonë zihem Alvionit pse je kaq harraç. Nëse janë gjëra që ndoshta nuk ju interesojnë, por sot jemi në një ditë të re, kam shumë projekte për të bërë, do shkojmë edhe nga studio, do t'ju tregoj studion për herë të parë. Edhe shpresoj që zëri të jetë më mirë kështu sepse kemi marrë mikrofon që është mikrofon shumë i mirë, që është ky. Ja bleu Alvio një shoku, kishte për ta shitur ai djali, edhe ja morëm neve. Shkoni ka të gjitha pajisjet, ai i ka mbajtur super mirë, unë e sigurt që do t'i humbas. Si humbas çdo gjë këto gjërat e vogla të punës. Shkoni sa mirë që i ka mbajtur dhe ka vite që i përdor. Por tani kishte marrë një mikrofon tjetër të DJI-t. Edhe e morëm për shumë pak lekë blem. Ja t'ju tregoj edhe outfitin, sepse është shumë i bukur. Edhe shikoni me këto foliçetat, ose ngjaj si një djalosh britanik në vitet 1800, shumë viktoriane, shumë romantike, në të njëjtën kohë shumë gotike, me gjithë këtë jakën kaq të madhe. Por mua më pëlqen, shikoni edhe me çizmën elastiku që e bëjnë gjithë lukun shumë të bukur. Tani do dalim siç ju thash dhe prisni, që është jam mbi tort. Një sekond. Ku e lash? Okej, e gjeta. Tani se si më duket që më dëgjoni me këtë mikrofonin në gjithë shtëpinë. Ta-ta! Edhe çanta e kashtës, që është fiks për këtë ditë. Vdiqja. Sa bukur. Nuk e di nëse kanë goca aty që ka shumë qef këtë lloj vibe, sepse unë vdes për këtë lloj vibe. Nëse unë dua të shoh një film, është kjo gjendja këtu, nëse dua të lexoj, është kjo gjendja këtu. Keni parasysh gratë të vogla, ose Jane Eyre, ose Krenarit e Paragjykime, këtë lloj vibe. Edhe me qëra fjala, këtu kam librin kam shumë libra të bukur, po ky do jetë libri që unë do nis tani të lexoj, sepse mendoj se edhe tani në stinën e dimër përshtatet shumë.
Edhe është e kam parë filmin, e kam parë shumë herë dhe e forta është që nuk e mbaj mend, por e kam parë shumë herë. Nuk e di, kujtesa ime po më frikson, por sok. Më komentoni një zemër Leila, në qoftë se edhe ju e ndjeni këtë lloj vibe, në qoftë se unë jam një person që romantizoj shumë jetën, por jam e sigurt që gjej shoqe, sepse ndryshe nuk do më ndiqnit. Të dalë tani. Drifting down so soft and slow outside my window. Education? Well, I'm sure you'll be fine as long as you don't talk too much. Oh, the lilac snow. Though the world may seem so still, it's coming in a distant chill with the memories of winters past, of the ones I wish would have lasted. Oh, the lilac snow tells secrets of long ago, of carols sung, of gifts we've known. Oh, the lilac snow whispers softly on the wind as memories come flowing in. Golden light pours through the blinds, wash away the worries like a winding tide. Erdha unë, erdha në shtëpi dhe bëra pazar dhe u kënaqa shumë, sepse afër lagjes kam një vend sekret, vendin tim. Kam shkuar goxha herë, por do nis që të shkoj më shumë, sepse ka pak natyrë në këtë qytetin tonë të zhurmshëm, edhe mua më pëlqen shumë natyra. E kam shumë qejf, gjej inspirim, ndoshta si një vajzë që është rritur në një qytet të vogël me gjelbërim, edhe si një vajzë që ka një fermë, normale që do të gjej pak jetën e saj edhe këtu në Tiranë, atë vendin e saj që bën të ndihet mirë. Edhe t'ju tregoj tani buqetën që mora, doja që të merja diçka me ngjyrat e vjeshtës, edhe kjo është buqeta që një zonjë që quhet Ariana, ka një dyqan këtu tek kompleksi ku unë jetoj dhe është fantastike. Nuk e di, e adoroj shumë si person. Edhe shikoni sa të bukur që ma bëri. Ariana e ka qarë, bëm këto kompozime ngjyrë portokalli, me lule dielli, me tulipan, sa po kishin ardhur ishin të freskët, por këtu të shpia ime është ngrohtë dhe e sigurt që këta do e hapin pak kokën, edhe kemi vendosur edhe pak si kjo lulja kështu. Shikoni sa bukur. Do t'i vendos direkt në ujë. Edhe bëra dhe pak pazar tek marketi, sepse më duhesh patjetër që të merja një tepsi të re, që është kjo tepsia. Edhe është mirë me përmasa që më duhet. Edhe do ta përdorësh që tani, sepse do bëj një supë të shishme dhe kremoze me kungull. Edhe shikoni, do ta lajm shpejt e shpejt. T'i vendosim letër pjekje edhe të bëjmë supën tonë kremoze me blender. Unë nuk kisha një blender dore, edhe mendoj se ky është më praktik për të gatuar supëra të shishme, pure, shkoni sa të mira që janë, se sa një blender që e merr dhe hedh produktin aty, është
të bezdis pak me thënë të drejtën dhe më duhej një patjetër kështu, edhe e mora një blender dore për të gatuar gjëra shumë të shijshme dhe të mira. Ka marrë një kungull portokalli. Ky është kungulli më i mirë që mund të gatuani. Ky është ai që del super yummy. Jo ai i madhi, jo pumpkin, i madhi. Keni parasysh që përdoret për Halloween? Jo, është ky. Ky është fantastik. Shumë i mirë, ka shumë vlera. Mora para kungulli që t'ja hedh sipër, me pak bukë të thekur. Unë nuk kam qejf që supës t'i shtoj pana, sepse nuk është më e shëndetshme, edhe sikur të vel shumë, sepse dhe kungulli është pak i ëmbël vet. Mora karota që më duhen për supën. Mora pak qep, edhe kisha hudhur, por nuk kisha si kjo kokra e madhe që të mund ta vendos direkt, sepse dua që ta gatuaj këtë tavën në tepsi. Edhe pastaj ta kaloj në tenxhere me një sekret që do t'ju tregoj, por recetën do ta gjeni tek videot e mia në Instagram. Personazhi im i preferuar nga të gjitha filmat vizatimor, nuk është se po e them tani, por ka qenë gjithmonë dhe tek shtëpia e parë që jetoja me Ersin, tek salloni ku aty flia, kisha tek këndi të ngjitur personazhin tim preferuar që është Ana Flokkuqja, Ana Shirley. Unë adhuroj Ana Flokkuqja, madje kam bler edhe një libër që dua ta lexoj sepse serialin e kam parë, serialin me kukulla, por gjithashtu kam parë edhe serialin me njerëz, por nuk do e bëjnë, e kanë Netflix anulloj si vazhdimin e serialit dhe në fakt më trishtoj sepse e adhuroj atë vibe-in. Edhe jam e sigurt që kam shoqe këtu që e kanë qef. Ka qenë fantastik si serial. Nuk e di. Vendosa pak që parë në mëngjes, Anën, po mendoj se e bukur fare është e dubluar në shqip, edhe nuk e di nëse mund ta gjeni në ndonjë vend për ta parë. Do pagoja mjaftueshëm para vetëm ta shikoja, edhe më kujtohet ajo kënga italiane. Na 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 na. Të vi tani dhe të ulem pak këtu, sa po të na bëhet tava, kungulli, që do edhe 5 minuta, po lë mikrofonin, këtu pa bërë zhurëm, edhe kam lexuar një libër së fundmi që është nga Colin Hoover dhe quhet Verti. Jam e sigurt që shumë prej jush e kanë lexuar, sepse është bestseller dhe është mister, edhe kam vënë re që ndjekësit e mia i kanë qef librat mister, sepse ngjason pak vibe me librin Shërbëtorja, libri i Fridës, që unë kam lexuar me thënë të drejtën 1-shin, 2-shin, 3-shin e kam lënë në përgjys, por normale që do ta lexoj, se aty e kam lënë nga vera e kaluar, edhe nuk e kuptoj. Me thënë të drejtën, ky vit ka ikur shumë shpejt. Tani do ju bëj një prezantim të shkurtër për librin, nëse jeni kurioz që ta lexoni dhe doni të dini pak më shumë. Flet për një vajzë shkrimtare dhe ndodhet papritur në një aksident dhe aty përlahet me gjak dhe takon një burr misterioz,
i cili ofron këmishën e tij, heq këmishën dhe ja jep për ta veshur. Edhe ka emocione të forta mes dy personave, edhe pse nuk din asgjë për njëri tjetrin, të paktën kështu mendon personazhi kryesor. Dhe ka një takim, një intervistë pune, por nuk e di se për çfarë bëhet fjalë. Thjesht agjenti i saj e ka kërkuar për intervistën, për një propozim, më saktë. Dhe shkon dhe aty vëre burrin misterios që kishte takuar para disa minutash, madje që i kishte dhënë dhe këmishën. Dhe ai propozon një punë në shtëpinë e tij për të mbledh disa informacione dhe për të vazhduar serinë e librave që gruaja e tij, që është dhe personazhi, domethënë titulli i librit, Verti, ka pasuar një aksident dhe ndodhet e paralizuar dhe nuk mund të shkruaj dot, dhe do një asistente që të përfundoj kontratën që e ka bërë me një shtëpi botuese, dhe fansat po e kërkojnë si të çmendur, dhe është me pjesë, se keni parasysh ka dalë, është si sag, si një seri romanesh. Edhe duhet që të dalin dhe 2-3 vëllime, dhe prandaj duhet që të punsojnë dikë që ka afërsisht të njëjtin stil me Vertin, dhe personazhi kryesor që në fakt nuk po më kujtohet emri i vajzës, e bën shumë mirë, Lowen, yes. Sepse kanë të njëjtin stil shkrimi. Ndoshta duhet ta shpejtojmë pak ritmin, jepi pak gaz, por dua në të njëjtën kohë të ta kujtoj librin, sepse po bën në fakt 2 javë që e kam përfunduar. Pranon ofertën dhe shkon tek shtëpia, dhe ishte goxha larg nga qyteti ku ajo jetonte, dhe shtëpia ishte gotike, e frikshme, kishte një ndjesi sikur dikush e vëzhgonte, dhe në atë shtëpi kishte ndodhur diçka. 2 vajzat e këtij burrit, bashkëshortit gjithashtu dhe Vertit, kishin ndëruar jetë para 6 muajsh, dhe ndjej akoma trishtimin nëpër shtëpi, dhe kishin një djalë të vogël që ishte 5 vjeç. Dhe kështu nisi Lowen që të shkonte tek studioja, që të gjente informacione që shkrimtarja kishte mbajtur për personazhet, për çdo gjë që asaj do t'i nevojitej për të vazhduar sagën që shkrimtarja kishte lënë përgjys. Dhe aty papritur tek mes librash, mes shënimesh, tek zyra ose te biblioteka që ajo përdorte, te studioja, aty gjen një autobiografi nga shkrimtarja, dhe këtu nis çdo gjë. Ne do zbulojmë më shumë për Vertin, do zbulojmë pse ajo është aksidentuar, pse ajo nuk mund të çohet, ose ndoshta mundet. Tani ju ngelet ju për ta lexuar. Edhe Lowen po nis që të ketë ndjenja për bashkëshortin e Vertit. Ju ftoj që ta lexoni. Tani dhe një njoftim tjetër, nëse jeni nën 18 vjeç, libri ka shumë skena të nxehta dhe nuk ju sugjeroj që ta lexoni, por që më shumë e kam lexuar sepse më pëlqejnë librat mister, edhe ju sugjeroj nëse jeni tek i njëjti zhanër. Edhe tani unë duhet të shikoj me patjetër tavën, domethënë kungullin që kam vendosur të piqet, sepse nuk dua që të më digjet e dogja. Oh, jo, e dogja! E mund ta kamuflojmë duke hequr këto zhapat e qepës. Sa e mirë është qepa e pjekur. Baby, I'm sorry.
tregoj tani studio dhe gjërat që kam vlerë, që kam emocione. Por të nisim sepse duhet t'i në shtëpi, sepse mendoj se kam lënë një qërindesë, por e di që se kam lënë ndesë. Po thjesht këtë jetë vlogu që unë jam më harraqe, ku nuk ka ku të shkoj, por të nëzitojnë edhe t'japim gas. I gati, kjo është studioja që unë kam marrë. Wow, shikoni, këtu janë mobiljet e reja që kemi bler dhe shikoni çfarë ndriçimi ka edhe pse është ora 4. Ja, këtu do bëj shoqja juaj kontent. Është bosh, por do ju tregoj si ambient, por do ta bëjmë shumë të bukur. Edhe duket pak zëri çuditshëm sepse nuk ka mobilje dhe është bosh. Por është e madhe. Kam ndriçim. Jam shumë krenare. Po nisë për ta tregoj, kjo do jetë dhoma kryesore, ku unë do bëj studion për content, këtu, aty do vendos një tavolinë, e kështu. Shikoni, është goxha e lartë, kjo këtej do jetë si magazin, unë do bëj gati. Do jetë pak a shumë si magazin ku unë do mbaj gjërat, janë kanë ardhur edhe kartonat e mbyre studio, pakot, dhe për këtë gjë doja, sepse në shtëpi nuk kisha vend ku t'i mbaja. Dhe kjo ka dritare, madje është balkon, që përkthehet në ndriçim më të mirë. Këtu është koridori, ku hyra, si që pat, dhe ky është tualeti. Tualeti madje është me dritare dhe më i bukur se i shtëpisë. Dhe këtu do bëj content, e sigurt. Dhe kaq për sot. Ja. Super bukur. Tani do t'ju tregoj një haul për zyrën. Edhe nese kam në takim për të lyer flokut. Dhe të nisem. Kam marrë tek Jusk. Gjitha këto gjërat që kam marrë janë nga Jusk. Edhe kam marrë këtë si raft, që është me rrota për të vendosur aksesorë dhe gjëra që mund ta lëviz në për studio. Edhe e kam zgjedhur në ngjyrë bezh, neutrale, më duket shumë mirë, kushtonte diku te 50 e ca dhe ishte në ofertë. Kam zgjedhur këto si shporta të vogla, organizuese, që janë shumë bukura dhe kam zgjedhur këtë ngjyrën neutrale dhe këtu mund të vendos stikera, mund të vendos bookmarket e gjëra kështu për të qenë sa më organizuar. E ngjyrën gri. Po ju a vendos këtu. Dëgjoj më mirë tani. Ta lëm këtu, ta kapim këtu tek jaka. Edhe të vazhdojmë. Kam marrë këto varset sepse dua që këtu të kem të organizuara dhe veshjet që do shes, prandaj tek laki mund gjithmonë veshjet e mia, edhe të jenë kështu. Prandaj kam marrë edhe një varse dhe të jenë të organizuara, të kurosura në shtëpi edhe të jenë të ekspozuara shumë bukur. Edhe unë mos të lodhem shumë kur i bëj content, sepse dua që të jem më aktive tek Lucky Moon Shop. Kam marrë gjithashtu edhe një tjetër, si këto arkat e vogla, janë 4 gjithsej, mendoj se janë të mjaftueshme. Kam marrë një varse tjetër. Këto ishin shumë mirë në fakt, se ishin 10 copë, 4.000 lekë dhe ja vlejnë. Bukur që është kështu stil skandinav, edhe më pëlqen me këtë metalen, sepse e kam një në shtëpi, por e kam të bardhë, edhe kjo duket më nice, më bukur. Dhe do përshtatet besoj edhe me vibe-in që unë dua tek studioja. Dhe fundet fare është kjo, që dua që të rrit tek tavolina, është mermer, është shumë e rëndë. Kjo më duket se ishte 25. Shkoni sa e bukur që është. Mund të vendos këtu një tufë me lule, ose këtë dhe një qiri.
keni parasysh më duket shumë bukur, edhe sa më shik dhe vibe-in që unë dua të jap të paktën te studioja. Kam dhe shumë gjëra të tjera që janë këto mobiljet e mëdha. Në fakt edhe 3 është ajo e madhja që është tavolina. Doja që tavolinën ta bëja tek mobilieri, por do ma vononte pak. Do ma vononte një javë dhe mua nuk po më priti dhe e mora. Edhe pse e di që materiali nuk është se është shumë i mirë. Është më mirë diçka një mobilje ta bësh me porosi dhe ashtu siç e do, por doja që ta merja sa më shpejt dhe mos të shpenzoja shumë lek. Mora diçka që ishte me ofertë dhe mendoj se mund të më përshtatet, dhe nëse nuk më pëlqen, normale që tavolinë do ta bëj me porosi dhe këtë do ta çoj në ana e magazinës, ashtu e quaj unë të paktën dhomën tjetër, edhe që atje mund të bëj paketime dhe gjëra kështu. Nëse nuk më përshtatet me studion këtu. Edhe kam marrë edhe një si pup dhe një tavolinë të vogël, por këto do t'ju tregoj në videon tjetër. Marrim edhe telefonin, sepse e kisha për bateri këtu, çantën, edhe të iki. Shpejt. In the dark, on a road with all familiar feelings I know. I hear a song, but it ain't so clear. No. And when it rains, it falls hard, and there's a weight I've carried so far. But will we fly, or will I fall here? You are the answer, you are that real love. I throw my hands up, throw my hands up. I give it all to you, I give it all to you.